prej pejgamberëve të Allahut tregimi i Musait përmendet më së shumti dhe në vendet ndryshme të Kuranit, duke filluar prej start në surën Bekare, Kahmesi e deri në fund atje tregimi i Musait është gjithandej Kuranit famlart. Është prej tregimeve më të dalluara të pejgamberëve dhe me mësime më të mëdha, sepse dhe Musai është një ndër 5 pejgamberët më të mëdhej. Mirë po ky tregim dhe ky shembull nuk do të jetë nga Musai alayhis salam, po nga disa besimtar në kohën e tij, gjithsesi magjistarët apo sihrbërësit. Allahu subhanahu wa taala kur i foli Musait alayhis salam në kodrën Tur, siç e dini, i tregoi se do ta përforcojë me 2 mucize kryesore të mëdha. Edhe pse do të jepte edhe 9 mucize tjera, 9 shenja apo argumente për faraonin dhe popullin e tij, mirë po i tha se këto dyja janë kryesorët. E para ishte shkopin, të cilin Musa alayhis salam e përdorte shpesh. Mucizja ishte që kur ta hedh shkopin, Allahu ta shndroi atë në formë të gjarprit i cili lëviz. Shkopi i cili është i ngurt, i thatë, nuk ka jetë në të, Allahu ja shndron Musait në formë të gjarprit, që të jetë si mucize për të dhe si argument për popullin e tij dhe për popullin e faraonit. Dhe argumenti i dytë është se kur e nxirrte dorën prej xhepit Musai alayhis salam, ajo bëhej e bardhë, shumë e bardhë dhe pa asnjë tëmet. Do më thonë dallonte nga dora tjetër e Musait alayhis salam. Atëherë Musai alayhis salam i tha tamam, o Zot, unë e pranoj misionin tënd, mirë po më forco me Harunin, siç e dini tregimin, do më thonë me vllahun tim me Harunin, edhe Allahu e bëri pejgamber edhe vllahun e tij, Harunin, dhe i dërgoi tek faraoni. Dhe ju tha, thoni atij fjalë të buta, bëni davet atij, do më thonë në mënyrë të mirë, që ai ta pranojë të vërtetën, e jo ta irritoni dhe të largohet. Pra përdorni fjalët më të mira dhe më të buta që janë të mundshme. Atëherë shkoi Musa alayhis salam e çoi në vend urdhrin e Allahut dhe ja ofroi faraonit, do më thonë shpalljen fenë e Allahut subhanahu wa taala që ta pranoi. Mirë po faraoni nuk u bind. Madje ja kallzoi edhe argumentet, edhe përkundër kësaj faraonit ju shtua edhe më shumë, ajo i nati dhe i tha, edhe ti edhe vllau jot jeni sihirbaza. Pra njerëz që bëni sihir, ju nuk jeni diçka të veçantë prej meje ose prej sihirbazëve të mëdhenj, ato që i kam rreth meje. Sepse faraoni i kishte sihirbazat më të mëdhenj të Egjiptit, sepse sihri ishte i përhapur tek ata shumë. Atëre në konsultim me parinë e vet faraoni erdhën në vendim që t'i marrin krejt sihirbazat më të mëdhenj që ta përballojnë Musain alayhis salam. Dhe kështu ndodhi, erdhën sihirbazat dhe i thanë, o Musa, a do ta shfaqësh ti atë aftësinë tënde para apo ne ta shfaqim para? Musa alayhis salam ju tha, bel antum mulku, tha ju hudhni ato tujat çka i keni. Dhe u trishtuan njerëzit kur i pan, do më thonë se si e bënin atë magji në formë gjarprave, në formë të krijesave të egra të friksueshme. Thot Allahu, se harua ju në nas, sa që i manipuluan sytë e njerëzve dhe ata mendonin se është e vërtet kjo gjë. Pastaj thot Allahu, dhe ne i shpallëm Musait, hudhe ti tash shkopin tënd. Fa idha hiya talqafu ma yafikun. Në këtë rast shkopi i Musait alayhis salam u shndrua në një gjarpër më të madh dhe i shkatroi krejt ato gjarprit dhe krijesa tjera që ata i kishin bërë, domethënë nëpërmjet sihrit dhe me të cilën i friksonin njerëzit. Kur e pan sihirbazat këtë gjë që ndodhi, ata e dinin sihrin. Ata e dinin se çka është sihri, e dinin ndikimin e sihrit, sepse ata vetë e bënin, vetë ishin sihirbaza. Mirë po, kur e pan këtë të Musait e vërejtën se kjo nuk është nga ndikimi i sihrit, po kjo është si argument për ta nga Allahu subhanahu wa taala. Andaj në moment hiç pa menduar, do më thonë, çështje sekondash, të gjithë sihirbazat ranë sejdë. Me njëherë ranë sejdë kur e pan këtë mrekulli nga ana e Allahut subhanahu wa taala, sepse ata e dinin se nuk ka mundësi të jetë sihir kjo. E dinin sepse vetë ishin pronar të asaj gjëje. Atëherë faraoni
u hidhrua edhe më shumë. Dhe paramendoni gjithë të mrekulli nga ana e Allahut subhanahu wa taala, vetë sihirbazat po dëshmojnë se kjo nuk është siher. Mirë po faraoni vazhdon në atë kokëforcinë e vet dhe ju thot, ju tash si akuz kundër Musait dhe atyre, ju thot ju jeni marrë vesh ma herët që të marrëzoni karikën teme me një fjalë. Siç është zakoni pushtetarëve të tiranë dhe zullumqtar. Krejt çka mendojnë është pushteti vet dhe karikja vet. Mendojnë se çdo gjë që ndodh rreth tyre është kjo. Pasi që qëllimi i tyre është pushteti, mendojnë se edhe të tjerët e kanë të njëjtin qëllim. Musa a.s. as në ëndër nuk e shihte që t'ja largoj pushtetin faraonit, nuk e kishte këtë qëllim. Mirë po ishte mision nga ana e Allahut subhanahu wa taala. Dhe kështu është Allahu i lartësuar. I zgjedh njerëzit, qoftë pejgamberllok, qoftë për udhëheqës të drejtë të muslimanëve, njerëzit që nuk dëshirojnë të jenë mendjemdhëj në tokë, dhe të cilët janë modest. Ajo që është me rëndësi në këtë tregim, pra pa e zgjatur edhe pse kjo mund të zgjatet një ders i tërë vetëm për tregimin e Musait a.s. apo vetëm për pjesën ku sihirbërsat e pranojnë islamin, ajo që është me rëndësi është qëndresa, subhanallah, e sihirbazave në këtë rast. Nuk kishin shumë dituria, po sa u takuan me Musain, nuk kishin shumë argumente, i panë që ato kryesoret, mirë po e panë dhe u vërtetuan së është nga Allahu subhanahu wa taala, andaj në moment u bën të qëndrueshëm. Në moment erdh sprova nga ana e Allahut subhanahu wa taala. Sa besuan, me njëherë erdh kërcënimi nga faraoni, i cili ju tha, nëse ju nuk ktheheni nga kjo që e pretendoni, do t'u akpus krahët edhe këmbët, do të thonë në anën e kundërt, krahun e djathtë, komën e majt, dhe do t'ju vari, thot, në përdrunat e hurmave, që t'ju la ashtu t'ju del shpirti, dhe do t'a shihni se cili prej nesh dënon më ashpër. Mirë po kjo nuk i tronditi sihirbazat, të cilët tashmë u bën besimtarët më të mëdhej dhe shokët më të ndershëm të Musait a.s. Ata vazhduan dhe than, nuk është problem, ne shpresojmë që kjo t'jetë në të mirën tonë, sepse jemi besimtarët e parë që i besuam Allahut, ne shpresojmë që Allahu për shkak të kësajt na i falë mëkatet e mëparshme. Ati o faraoni than, ti gjikot çka të duash, sepse ti nuk e ke në dorë ahiretin. Në këtë botë ashtu se ashtu ne do të vdesim, apo? Ndash na vrave, ti ndash na vrave, do të na vije koha e xhelit, do të vdesim të gjithë edhe u kry puna jonë. Për këtë shkak than, gjikoti, çka dush, si dush dënona, nuk është problem. Sepse ti dënon këtë botë, ndërsa ahireti është më i mirë dhe më i dobishëm. Dhe kështu përfundon në Kur'anin famlar ky tregim i këtyre besimtarëve të parë të cilët i besuan Musait a.s.